që nga ky moment nuk ka ndonjë lloj rëndësie si është ashtu. Këtu çështja është që thjesht ka harxhu kohë, energji, ndoshta edhe para, shumë para. Është investuar kohë në gjëra drejtimesh. Është investuar për diçka që nuk është e rëndësishme për shqiptar, por është e rëndësishme për atë vet. Po. Do të duket sikur meraku kryesor i Berishës ka qenë heqja non gratës, jo fitimi i zgjedhjeve. Natyrisht nuk është kështu. Ai do kishte dashur të fitonte. Por është fiksimi i Berishës që ta ndiqte këtë gjë dhe e ka ndjekur. Praktikisht nuk i ka hyrë në punë për asgjë. As nuk i ka prish punë, se nuk mendoj që dolën kontratat dhe shqiptarët u skandalizuan nga fakti që Berisha pas ka pagu disa lobist në Washington. Këtë gjë e bën gjithë. Me shumë gjasa dhe procesi i dënimit i vendosjes non gratës Berishës bërë pikërisht përmes një procesi të tillë. Ndoshta edhe ilegal, me sa duket nga Megonigali e tjerë. Ka nga ata demokrat, edhe pse janë të pakt, që edhe këto orë vazhdojnë ndoshta të besojnë apo të ëndërrojnë një mosnjohje të mundshme të rezultatit nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndoshta me anë të një deklarate, domethënë që kontestohet në një farë mënyra e procesit zgjedhor a diçka e tillë. Nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Nuk kanë aq para të gjithë shqiptarët bashkë sa ta detyrojnë Amerikën që të bëjë këtë gjë. Se vetëm me para mund të bëhet. Në momentin që, domethënë, Amerika mund se janë hedhur $6 milion. Po, nuk mbaron punë me $6 milion, për me $6 milion ti shkon i jep dorën e takon Trumpin edhe harxhon 30 sekonda. Okay. Kur nuk ke burime të tjera, po kur do ta blesh vetëm me lekë. Por nuk mund ta politikën e jashtme amerikane nuk e ndikon dot me $6 milion ose edhe më tepër për të marrë një hap aq të rëndësishëm. Është çështje e seriozitetit vetë administratës, pavarësisht kush është Trumpi e kushdo tjetër. Por nuk ka për të ajo nuk ka për të ndodhur. Nuk e pres. Jo që nuk e pres, domethënë, po edhe nuk ka ndonjë arsye që të ndodhi. Sepse parregullsi ka, por nuk janë aq sa të shpjegojnë rezultatin. Nga numërimet e deri tanishme, sigurisht koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës nuk është se ka marr vota, duhet thënë. Por nga rezultati që mori Berisha, a mendon se ai është i çliruar tani më përballë demokratëve? Basha është i mbytur dhe po thot po shikon. Si është i gëzuar, po shikon dikon nga sipërfaqja që po mbytet edhe ai. Domthonjë kjo është gëzimi i vetëm që mund të ketë Basha. Jo, jep të drejtë vetes. E thoshte Berishas. Drejt vetes për çfarë? Berisha. Që Berisha do ta merrte në qafë po don. Po. Edhe çfarë i bën kjo? Jo, mirë. Jep kënaqësinë që ja unë ja u thash. Po, është vërtet, të lloj kënaqësie mund t'ja u japi, po për çfarë i vlen tashmë Bashës kur mund dalin nga këto zgjedhje me 10.000 vota? Ka plot që janë të kënaqur nga ky rezultat i Berishës. Po, patjetër, edhe brenda PD-s. Për shembull, edhe aktivistja Evi Kokalari që ka qenë shumë prezente me reagimet e saj kundër. Po, çdo kush që është armik i Berishës. Çdo kush që është armik i Berishës është shumë i kënaqur me këtë rezultat, është e qartë. Jo vetëm Rama, domethënë, po edhe ata brenda. Madje unë besoj që ka edhe brenda PD-s janë të kënaqur. Po shiko, ka edhe raste për shembull si Dashnor Sula që jo, është legjitim të jetë i kënaqur sepse mbeti jashtë listave. Patjetër. E dëgjova në një emision dhe duke qartë se që ishte i kënaqur. Pavarësisht se nuk e thot atë gjë, po ishte i kënaqur. Mirë, po ka dhe një farë të drejtë. Patjetër, është mlefi personal gjëja. Po unë mendoj që gjithë ata që kanë dalë të parët në për këto primare dhe nuk janë përfshirë në listat e mbyllura, patjetër që kanë ndjerë një lloj kënaqësie. Mund dikujt ndoshta Berishës mund t'i duket perverse, po është kënaqësi. Kënaqësia e desi ja çfarë ndodhi me që nuk u respektuan primaret për shembull. Që mbetën jashtë listave ata më të votuarit e primareve, se edhe kjo ka koston elektorat për shembull. Po, një lloj ndikimi edhe mund ta ketë pat. Por nga ana tjetër ka diçka që jo domosdoshmërisht edhe ata që do futeshin nga primaret, do të ishin të preferuar të publikut. Mirë, patjetër, po përderisa dolën më të votuarit e një procesi. Po dolën më të votuar nga demokratët. Po pra nga demokratët. Po që janë figura më të pëlqyera e kanë fjalën në. Edhe kjo përkthej, po. Nga demokratët. Po pra nga demokratët, demokratët. Si votohet dikush në primare? Është dikush i cili ka mundësi, ka pushtet brenda partisë. Po jo, po pse Ilir Ali Mehmetin pse votuan demokratët? Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabakun janë dy raste që janë pak më specifike, sepse janë votuar jo thjesht sepse kanë luajtur në ato lojrat e pushtetit, aty të brendshme, lojrat e pushtetit brenda PD-s, por edhe sepse njerëzit i respektojnë, i vlerësojnë. Por i duken njerëz me integritet. Patjetër. Por në pjesën më të madhe kur votohet në për partitë politike në Shqipëri, votohet me numra.
votoj, ti voto për këtë, unë do votoj për atë në këmbim, do më bëhen pazare, të thjeshta fare. Dhe jo domosdoshmërisht dikush që votohet dhe merr votat e demokratëve, është një person që nesër pas nesër do të pëlqehet nga fundit ti ke rastin më të qartë fare. Berishën, që është i pari që është votuar nga demokratët për qenë kryetari i Partisë Demokratike. Dhe ja ku është rezultati. Këtë gjë po them. Patjetër që idealja do të ishte ashtu që demokratët votojnë dikë që do t'i përfaqësonte më mirë. Por kjo është idealja. Kur vjen në praktik, aty pastaj zgjedhjet bëhen praktikisht në tavolinë. Domethënë, ti voto për këtë se unë do votoj, unë t'jap kaq vota këtu ti më pa ty se unë do shpërblet ty me këtë unë etj. Domethënë, ashtu siç negociohet për zgjedhjet e përgjithshme, ashtu negociohet aty, vetëm se jo me vende pune, por me favore shpesh edhe aty në tavolinë. Tani, ishte një ndër faktorët e këtij rezultati dërmues të Partisë Demokratike edhe lista që bëri Sali Berisha për zgjedhjet. Listat. Ka bërë zgjedhje duke u përpjekur që të ruaj balancat e brendshme brenda partisë. Domethënë llogaria e atij ka qenë kjo. Un humb më tepër vota nëse supozojmë e lej në listën e hapur Ali Mehmetin, se sa do të humbja nëse do leja në listën e hapur Flamur Nokën. Kjo ka qenë llogaria që ka bërë Berisha. Pra, a qëndrojnë 4 arsyet po mora si shembull për këto dy persona, është e humbjes që ka dhënë Dashnor Sula, meqense e përmendëm. Qëndrojnë lufta e shpallur ndaj Spakut. Mungesa e meritokracisë me listat. Po, në raport me procesin e primareve. Mund t'i kishte bërë listat edhe Berisha vetë, gjitha dhe mund t'i kishte bërë ndryshe dhe mund t'i kishte bërë mirë. Siç i ka bërë më përpara. Kur janë bërë listat, në PD është vërtet gjithmonë si ka dash Berisha. Ta ka thënë edhe Edi Paloka doli dhe tha atëherë që i kemi mbush kutijat për Lulizim Bashën se kështu tha Berisha. Po bënte autokritik. Kështu është votu, kështu janë caktuar gjërat në këtë e dim. Po këtë pikën mund t'i kishte bërë mirë se Berisha futi dhe kopin 2005-ën. Përdori si instrument, futin qeveri njerëz të rinj në atë kohë që ngjallnin një lloj shpresë besimi etj. Duart e pastra që duket se janë atëherë fitore. Kështu që varet, dhe ka një gjë në politikën shqiptare, po të marr, fal, se ndërpreva. Në politikën shqiptare ç'a ndodh? Ti po të marrësh dikë të hajrit të mirë, një person me integritet, me kështu, ta fusësh, ta hedhësh në luftën politike të brendshme, në ato pazaret e brendshme, nuk del kurrë në sipërfaqe. Nuk fiton dot. Sepse sado i mirë që tjetë, kur të vi punat për plaset me krerët lokal, me këta, me deputetin, me këto, ata që kanë që zotërojnë dhe janë mjeshtra të raporteve të pushtetit dhe trafikut të influencës brenda Partisë Demokratike, këta nuk kalojnë. E vetmja mënyrë që ti të marrësh dikë të mirë, ta fusësh aty brenda dhe ta vendosësh në maj, shpikërisht ta bësh siç e bën Berisha paradoksalisht. Ta marrësh edhe ta emrosh, ti do jesh kështu, siç e ka bërë. E ka bërë në 2005 kështu e bëri. Mori ca njerëz komplet pa njohur nga kopi. Un kam qenë aty pjesë e kopit. Zgjodhi ca njerëz vet edhe paf i bëri ca ministra aty. Po mos kishte qenë Berisha që ti vendoste ata njerëz aty, ata s'do kishin arrit kurrë aty. Do haheshin gjallë në për çon seksion, jo më të arrinin ke kuvendi i PD-s. Domethënë, ky lloj procesi është proces që i takon vetë partisë në vetvete, si organizatë vullnetare që është, se si do ta bëj. Unë nuk e di se me kë jam. Në parim demokracia është e vlefshme, po demokracia nuk është aq e pastër sa duket. Demokracia të sjell në pushtet atë që është më i shkathët, jo atë që domosdoshmërisht është më i mirë. Lufta me Spakun i kostoi elektoralisht Berishës? Patjetër. Kjo pjesa e elektoratit gri e ka masakruar. Besoj që po. E ka masakruar. Dhe ky është një element tjetër i dukshëm. Pastaj ku Berisha praktikisht për interesin e vet personal ka zhvilluar një luftë e cila i prishte punë partisë. Ndërkohë, me qenë se jemi te Spaku, u angazhua për herë të parë me një task force speciale për këto zgjedhje për parandalimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore. Të duk në krye të detyrës dhe që e kreu më së miri këto të fundit? Unë kam vënë diçka që në këto zgjedhje ka patur goxha frikë nga ndëshkimi, nga drejtësia. Edhe ata patronazhistët që shikoi duke vrapu nga zyra e Po pra, këto raste paktën që u bën mediatike për shembull, nuk shkonte as policia, as në një përfaqësues i Spaku. Domethënë, pse kishte një lloj se ne llogarisim Spakun sigurisht aty dhe Spaku funksionon perfekt. Po sigurisht Spaku të jetë gjysmë për gjysmë. Të ketë gjysma të jenë për shembull njerëz që duan ta bëjnë punën dhe gjysma tjetër të jenë të kontrolluar ose të ndikuar politikisht, se mund të jetë edhe kjo. Dhe më shumë gjatë sa kjo do jetë e para. E dyta, po duhet llogarisim edhe faktin që Spaku është ai që është, kapacitetet e Spakut janë ato që janë,
Domethënë ti vetëm po ta llogarisë sa incidente ke pas dje nëpër Shqipëri, domethënë si mund ta mbuloj me 20 prokuror sa ka Spaku gjithsej, domethënë, se di sa ka 20 afërsisht, domethënë po them 20. Si mund ta mbuloj gjithë atë çfarë ka ndodhur. Dhe ndërkohë merret edhe me dosjet e korrupsionit, kjo ajo etj etj. Domethënë, ka shumë faktor. Gjëja që un kam parë, nuk është se po e bëj Spaku, no? Po gjëja që kam parë është ka frikë. Për herë të parë në Shqipëri ka frikë. Njerëzit i fshihen kameras, fshihet dokumentat, gjërat etj etj, ka frikë sepse e kanë kuptuar që vjen një moment kur ti mund të bësh pisliqe në emër të partisë, po mund ta gjesh veten në burg dhe aty partia pastaj thot secili për vete. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Mendoj që është risi shumë e mirë. Është nga gjërat e pakta të mira që ndodhi në këtë zgjedhje. Dhe meqense jemi prapë tek Spaku, ka nga ato që thon këtë orë për shembull, sidomos ata ekspertë që bëjnë këto parashikimet për arrestimet nga Spaku etj etj. I lanë për pas zgjedhjeve dhe tashmë meqense Edi Rama u konfirmua pushtet me kaq shumë vota, është i gatshëm sipas tyre të jap këdo Spakut për të bërë ato statistikat Po, nuk është se e jep, veta. nuk është se jep Spakut, po Rama ka shumë pushtet, përfshi dhe brenda partisë, natyrisht dhe fillimisht brenda partisë. Ka shumë pushtet sa praktikisht mund t'ia lejoj vetes këtë gjë. Dhe ka kuptuar diçka të rëndësishme Rama. Që tu mund përfundoj 3 çereku i PS-s dhe i qeverisë në burg, dhe njerëzit prapë do ta votojnë. Po. Ky është mesazh shumë problematik për të marrë. E vetmja gjë që bën Spaku është që frenon jo mbështetjen e Ramës ndaj atyre që mund të jenë korruptuar. Po. Se në fakt edhe ke pa kur e mbë listët, ke pas kandidat për deputet në PS-ja që kanë qenë tetuar nga Spaku etj. E vetmi efekt është që këta peshqit e tjerë, niveli 2, 3, 4, 7, këta i tremb edhe i vendos përpara një lloj frike. Ky është efekti i Spakut. Po Spaku nuk ka për ta kufizuar Ramën në bashkëpunimin dhe në marrjen në gjirin e rilindjes të kujt do, pavarësisht se ç'a bën e ç'a s'bën. Sepse e di shumë mirë nesër pas nesër i thot, tash i dili për Zot vetes edhe kaq. Dhe ky person që do lihet ti dali për Zot vetes, s'ka për të bërë praktikisht asgjë, siç është vërtetuar edhe deri tani.